Në komunën e Gostivarit sot mbajnë zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës. Le të shohim se si po rrjedh procesi i votimit këtu. Jeton Beqiri, vend votimi 0389 në lagjen Dutlok, komunë e Gostivarit. Si ka rrjedh deri tash votimi, sa kanë votuar, sa është numri i përgjithshëm i votuesve këtu? Numri i përgjithshëm i votuesve këtu është 280, deri tash të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 42 qytetarë. Presim që në orët në vazhdim të ketë një lehon më të madhe. Vend votimi është hapë në ora 7 mëngjesit, deri tash votimi ka rrjedhur pa asnjë problem. Ka pasur ndonjë që nuk ka qenë në listë ose që do? Jo, deri tash të gjithë kanë qenë në listë dhe votimi është kryer pa asnjë problem. Јас сум заменик председател Игор Мерџановски. Гласачко место 0390. Отворено е на време, немаме до сега никакви проблеми. Во првиот дел од денот имавме помал број на излезеност на гласачи, во попладневните денови очекуваме поголем број, како што е и пракса во Гостиварскиот регион. Колкав е бројот на гласачи овде и колку е излезеноста до сега процент? Околу 150 гласачи се излезени, а целокупниот гласачки број мислам дека е околу 945. Дали се случило некој да не се наоѓа листа, што правите со нив? До сега не сме имале таков проблем. Системот е доволно добар да и на тие на кои што не можеме да ги фатиме со тисокот на прст, преку матичниот број имаме совпаѓање на идентитетот.